Duke se shtyrja e samitit të shumë pritur mes Donald Trump dhe Vladimir Putin në Budapest, konfirmonte gjithë frikën e kritikëve të marta në shtëpinë e bardhë. Presidenti shpjegoi se nuk donte një takim bosh. Ai gjithashtu tregoi se Rusia ende nuk ishte e gatshme të ngrinte armiqësitë në Ukrainë përgjatë vijave aktuale të frontit. Nuk ka shumë dyshime se strategjia e Putinit ka qenë ta mbajë Trumpin të angazhuar për të fituar kohë si pasojë pasi kritikat të ashpra ndaj shtëpisë së bardhë, e cila dukej se besonte edhe një herë se përparimi ishte i mundur dhe se Kremlini do të pranonte kompromisin. Sipas këtij interpretimi, shtyrja e samitit në Budapest ishte një turp i pritshëm, të cilin një udhëheqës më i zgjuar do ta kishte parashikuar. Disa akuzuan Trumpin se ishte manipuluar. Vetëm disa ditë më vonë, kjo duket e pabazë. Ndoshta është e vërtetë që Trumpi ka qenë shumë i gatshëm për të besuar Putinin dhe shumë kritik ndaj ukrainasve, por jo vetëm që SBA-ja po vendos sanksione të reja të rëndësishme ndaj Rusisë, por raportet e sugjeruara se do të heqë edhe kufizimet ndaj përdorimit nga Ukraina të raketave me rrezet e gjatë, edhe pse kjo e fundit është kundërshtuar nga vetë Trumpi. Kjo i shtohet një tendencë më afatgjatë dhe më të gjatë veprimi. Po shëmbuj, SBA-ja ka filluar të shkaktojë dëme reale makinerisë ushtarake ruse. Trumpi po e rrit gradualisht presionin mbi Kremlinin. Një nga shenjat më të qarta së fundmi ishte debati për dërgimin e raketave lundruese Tomahawk në Ukrainë. Administrata Biden u ngatrua në lënien që Kievi të godasë Rusinë me raketa me rrezet e gjatë, duke qenë qarta si i friksuar se Moska do të hakmerrejë në ndonjë mënyrë përshkallëzuese. Kjo ndoqë një model të njohur në të cilin SBA-ja duhej të rishej në ofrimin e armave më serioze për Ukrainën. Washingtoni dukej sikur po ndiqte ritmin e Kremlinit. Tani, megjithatë, Trumpi ka thënë hapur se po shqyrton mundësinë t'i ofrojë Ukrainës raketa lundruese Tomahawk. Ato kanë një rreze goditje prej 2500 kilometrash dhe teorikisht mund të mundsojnë sulmin Ukrainas ndaj Moskës. Në takimin e tij me Volodymyr Zelensky javën e kaluar, u duk se Trumpi e zbuti qëndrimin për idenë e Tomahawkëve, por vetë fakti që ato u vunë në tryezë ndryshoi llogaritë e Putinit. Washingtoni ka sinjalizuar se nuk ka frikë nga kërcënimet e Kremlinit, duke e lënë Putinin të pasigurt. Presidenti rus mund të zgjidhte mbas kohë e Washingtonit, siç po bën aktualisht, por ai mund të jetë i sigurt se kjo nuk do të rezultojë në formëzimin e Ukrainës me raketa të cilat mund të godasin në vetë Kremlinin. Ndoshta vendimi për përdorimin e raketave të tjera me rrezet e gjatë do të rezultojë si paralajmërim i hershëm për Putinin për atë që mund të vijë. Trumpi në mënyra të tjera po e komplikon situatën për ushtrinë ruse, teksa administrata Biden e qortoi privatisht Ukrainën për sulmet ndaj infrastrukturës energjetike të Rusisë. Shtëpia e bardhë nuk i ka bërë presion Kievit për këtë çështje. Ky fleksibilitet politik ka lejuar Ukrainën të hakmerret në mënyrë asimetrike kundër agresionit të përditshëm të Rusisë ndaj infrastrukturës civile, dhe që nga samiti i Alaskës në gusht të vitit 2025, SBA-ja i ka dhënë Ukrainës mbështetje të shtuar të inteligjencës për të goditur infrastrukturën energjetike të Rusisë, me disa rezultate spektakolare në fushë betejë. Për shembull, në fundjavë Ukraina kreu 2 sulme shkatrimtare me dron ndaj infrastrukturës energjetike në Orenburg, në rajonin Samatra të Rusisë. Përveç se shkaktuan kaos në një nga impiantet më të mëdha të përpunimit të gazit në botë, i pari shkaktoi ndërprerje të madhe në marrjen e gazit të Rusisë nga Kazakistani. I dyti goditi rafinerinë e naftës të Rosneft, duke dëmtuar njësitë kryesore të rafinerisë që përpunojnë miliona tonë naftë në vit. Rusia më shumë gjasa nuk do të jetë në gjendje të përballojë përgjithmonë ndikimin e këtyre goditjeve, ndërsa pajisjet e vjetra tradicionale mbajnë një aktive 22% të kapacitetit të rafinerisë së naftës së Rusisë. Besohet se sulmet me dron të Ukrainës e kanë rritur këtë në 38%. Vlerësohet se kjo shtetit rus i kushton $10 milion çdo ditë. Por më tepër Rusia është e detyruar të ulë eksportet e dizelit, ndërsa çmimet e energjisë po rriten në vend. Momentalisht Kremlini injoroi taktikat e presionit të Trumpit me krekosjen e zakonshme. Kreu i Komitetit të Mbrojtjes së Dumës ruse Andrei Kartapolov paralajmëroi se nëse Trumpi jep dritën e gjelbër për transferimin e Tomahawkëve nga në Ukrainë, Rusia do të shënjestrojë lëshuesit, duke përfshirë secilin specialist ushtarak amerikan që do të ndihmojë Kievin të përdorë ato. Zëvendëskryetari
nguca keq i Këshillit të Sigurisë së Rusisë Dmitri Medvedev dha paralajmërime të errta për pasojat e çdo dërgese të Tomahawkëve. Pas dështimit të samitit të Budapestit, Putini mbikëqyroi një test datishmërie nga forcat strategjike bërthamore të Rusisë, edhe pse duket se Kremlini nuk është i shqetësuar. Situata ka ndryshuar qartësisht pas titujve kryesor të përpjekjeve të ndryshme për të arritur një marrëveshje. Rusia tani është nën presion real. Putin mund të mos e shoh tani propozimin e Trumpit për armëpushim si të favorshëm, por së shpejti mund të ndodhë të pendohet për kokëforcinë e tij.